Të nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar antar të shoqatës Roje të Kohës, vëllezër dhe motra, sot kemi ardhur në kompleksin Memorial Adem Jashari, jo vetëm për një vizitë, po për të përullur kokën me respekt para sakrificës të madhe që ka njohur kombi ynë. Prekazi nuk është vetëm një vend, Prekazi është zemra e qendresës shqiptare. Këtu dëshmua se liria nuk erdhi rastisht, por me gjak, me dhembje dhe me sakrificë të jashtëzakonshme. Familja Jashari i tregoi botës se Azeu është më i madh se frika dhe se dinjiteti i popullit mbrohet deri në frymën e fundit. Ne si shoqat Rojet e Kohës kemi obligim moral kombëtar që në këtë histori ta ruajmë, ta kujtojmë dhe ta përcjellim brezave që vinë, sepse një popull që harron sakrificën rrezikon të humbë edhe lirinë. Sot nuk vim këtu vetëm me fjalë, por me respekt të sinqert dhe me zotimin se amaneti dëshmorëve do të mbetet i gjallë në zemrat tona. Lavdi e përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Qoftë i përjetshëm kujtimi për ta. Të gjindesh para varrit të Adem Jasharit, është një nder kombëtar, është një nder kombëtar për kulja ndaj komandantit legjendar dhe gjithë të rënë për liri, sepse në vitin me 5 mars të vitit 1998 u haq veli i robërisë shekullore që vërtet dhe rilindi elementi i guximit dhe i trimërisë me pushkën e Adem Jasharit. Gjithë ushtarët e lirisë, gjithë kombi shqiptar duol më i vendosur se kurrë për të hequr velin e robërisë shekullore që kishte kapluar kombin tonë. Prandaj kjo ngjarje duhet të jetë motiv edhe për brezat e ardhshëm, që sa herë atakohet liria e kombit dhe sovranitetit i Republikës Kosovës, kur për çështjen e Adheut dhe të kombit, të marrim shembullin e Adem Jasharit, se vërtet robëria nuk durohet dhe ajo duhet të jetë akt sublim i çdo lirie dhe çdo tentative që okupatorët tentojnë me i përtri gjithë ato gjakpirësitë e tyre, atëherë ne duhet të ngrihemi në horizont unison. Të gjithë duhet të jemi të bashkuar kur në pyetja e Adheut. Vërtet sot gjendem para një fati madh të marrëdhënieve ndërkombëtare, kur figura e Adem Jasharit e ka emblemin e vet, e cila vërtet është akt sublim i çdo diplomati, i çdo politikani që vjen dhe përkulet nga paravarrit e tij. Dhe vërtet kjo është edhe një kujtesë historike e Dardanisë, e cila vërtet Dardania ra 162 vjet prapa gjithë shteteve ilire ra në sundimin ramat. Rezistenca 162 vjet dëshmon rilindjen e Adem Jasharit. Në epokën moderne pas 2000 vjetëve që vërtet ta gëzojnë lirinë në bazë etrave të kaluar, në bazë brumit të kaluar dhe ta gëzojmë edhe lirinë. Shoqata e Rojet e Kohës vërtet është akti më sublim që në tragjedinë dhe në okupimin klasik ne qëndronëm si roje të lirisë, roje të nxënësve, roje të kundër skeqës që ka plan të kombin tonë, dhe është agu i lirisë dhe agu i rezistencës gjithë trevën e Kosovës, shoqata Roje e Kombës që i bën nderin më sublim për kuljes ndaj herojit ton, varrit dhe varreve të Adem Jasharit. I bëj thirrje Republikës Kosovës, çdo qeverie që vjen mundësisht në ardhje, që kompleksin Adem Jasharit ta konservoj. Konservimi dhe teoria e konservimit kushton shumë më shtrejt se të nderat të cilët shpallën e që nuk kanë kurfar vlere mbi këshyrje. Dhe bëhet vetë që rezumeja materiale në fund, po kur dhe teoria e konservimit është një teori shkencore,
e cilën në originalitetin e vetë gjithë ekspert ndërkombëtar dhe kombëtar që i kemi shumë në Shqipëri, shumë të njoftën, ta konservojnë. Dhe hiqet ky kulum krejt dhe me teorinë e konservimit të ruhet originaliteti i kompleksit. Mirë po, zhat, teoria e konservimit zhat. Ajo është zhat sepse teoria e konservimit është një teori që konservohen edhe qytetet e tona, e jo më një kompleks që ka met 20 sa vjetë ka met i pa konservum. Kjo është turpi i gjitha qeverive. Dhe kjo, duke mos pasur profesionalizëm, zakonisht Ministria e Kulturës, duke mos pas profesionalizëm edhe trashëgimisë drejtoria, faktikisht ka met këtë gjendje që nuk duhet më menen këtë gjendje pa konservim. Teoria e konservimit e shpëton kompleksin. Kjo zhatje e shkatron kompleksin. Si familja Jashari që u sakrifikua për të shtrenjtë të liri, dhe si roja e kohës e cila për lirin ton eci në për të shpate. Unë si mërgjimtar, e ne si roja e kohës, si shqiptar, jemi me çdo mendim pozitiv dhe pa ngjyrim politik, sepse mbi çdo parti, mbi çdo interes dhe mbi çdo përkatësi tjetër për mua dhe për ne qëndron kombi dhe interesi i përgjithshëm. Neve na pengon e të merron kjo urrejtje deri në skajshmëri. Pse ky është me këtë parti, pse ai është me atë, pse kjo mendon ndryshe. Kemi arritur deri në atë pikë sa njerëzit po gjykojnë jo për vlerat, dijen apo kontributin që japin, por për bindjet politike. Kjo është e dhimbshme dhe e llahtashme dhe shumë e rrezikshme për shoqërinë tonë. Dhe i themi stop. Vetëm ai që e da vërtet kombin, arrin ta shohë edhe partinë që e përkra me sy kritik. Nuk është tradhti të kritikosh tëndën, përkundrazi është përgjegjësi qytetare. Nëse kemi ardhur në këtë gjendje politike, shoqërore, faji është i të gjithëve. Kur i them i të gjithëve, e kam fjalën për lakmin, sepse politika dhe pushteti janë kthyer në interesa personale grupore. Shumë pak mendohet për shtetin e shumë për përfitimin. O njerëz, të gjithë jemi shqiptar, sepse secili prej nesh ka dhënë dhe vazhdon të jap një kontribut diku në atë dhe në mërgat, në shkencë, në punë, në sakrificë, apo në përkushtim për familjen dhe shoqërinë. Prandaj, duhet t'i lëmë fyrjet, sharjet dhe dhunën politike ndaj njëri tjetrit. Është turp që kaq vite pas lufte ende të kemi trysni, urrejtje dhe përçarje politike mes shqiptarësh. Kjo është mjerim. Kjo është katastrofë morale dhe kombëtare. Dhe familja Jashari nuk u shkri për hasmërit tona. Pse? Si Jasharajt kanë dalë tiktaku pëshuar, bota pyet ku mbet aresi, dhimbje, fusha, male zotra të uruar, nuk lindjeli, s'ka mirë mëngjesi. Në këtë tokë e qilë bajloza deti, gjithë shka mbyllë e rrethuar, konak të shtëpic, rikthehet, zot aresi, pragun brojnë, kombin daluar. Nuk durohet shtypja, zinxhirët, rëndojnë vendin tanke helmeta, ngre kushtrimin, arbror i lirët, ashtë këtu Hamza Demi, heu jun gjatjeta, babgjyshë, stërgjysh të parë,
Shqip falën toke qiell për herë, mua i shenjët thret, o shqiptar, Pragun brojmë, zbardhi pranver, i madh, e i vogël, me pushk në dorë, plis të bardh mban blerina, stin ringjallje mbretresh kuror, në këmbë çdo skut, njofto Prishtina, thirrje shpirtin protest mërgata, veti katërt i jehon e par, terrorizmin nuk duronata, zgjohu në këmbë, o ku je shqiptar? Në shesht Freiburgut studenti thret, që ka është kombin bar, në Prag shtëpis, ti ore që fëmi vret, nuk je tjetër, pos barbar, të gjithë jemi në gjak shqiptari, për atë dheun shkrim vetën gjakun, me megafon protestuesve i pari, si jasharajt, të gjithë, të gjithë mbrojmë konakun. E shkruar Të lumt. më 08-03-1998. Për herë të parë, jam i detyruar të sqaroj në mënyrë shkencore se ky është prisi historik i marrëdhënieve ndërkombëtare që krijoi miqësi me gjithë botën demokratike dhe botën diplomatike për njohjen e Kosovës shtet. Na sapo e vizituam varrin e Adem Jasharit. Varri i Adem Jasharit i cimentoi gjithë rezistencën dhe luftën për rit kombit ton. Por presidenti Rugova ishte president ku në vijimësit legalitetit shtetëror, e aprovoi deklaratën e dy korrikut me inicimin e tij, deklarata e dy korrikut me emërtimin e Kosovës Republik dhe kushtetutën e 7 shtatorit vitit 1991, ku për herë të parë Kosova shpallet shtet sovran edhe shtet demokratik në kuadër të Jugosllavisë. Tu e pas parasysh se thot, çfarëdo forme që të rikomponohet shteti Jugoslav në parim konfederativ apo federativ, edhe Kuvendi i Republikës Kosovës do t'i merr veprimet e veta. Dhe Kuvendi i Republikës Kosovës konform kushtetutës Kaçanikut dhe deklaratës së dy korrikut i mor vendimet që Kosova me referendum ta shpall subjektivitetin e tij ndërkombëtar, shtet sovran dhe të shkputur prej Serbisë me referendum dhe u bën zgjedhjet e para të lira. Na them kushtimisht lira se si paratez ishte okupimi serb. Dhe okupimi serb në tytën e tij, për arsye se gjithë ish partit opozitare që u regjistruan për shembull në Ministrinë Federative ishin legalitet shtetëror i pluralizmit. Në këtë kuadër edhe Lidhja Demokratike e posedonte elementin e legalitetit në veprimin e vet politik. Dhe deri dikun në gjysmë veprimi ka vepruar te aktet juridike dhe te shpallja e kushtetutës e shpallja e referendumit. Dhe zgjedhjet e para, ku për herë të parë me zgjedhjet e para kushtimisht presidenti Rugova u zgjodh president i Republikës Kosovës. Presidenti Rugova në kuptimin klasik të okupimit nuk pati mundësi të jetësoj gjërat në praktik. Formoi qeverinë e Republikës Kosovës, formoi akte të tjera Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe qeverinë në ekzil. Filluan gjithmonë kontributet e para dhe ato kontributet për herë të parë u realizuan në arsimin shqip të Republikës Kosovës, ku me dekretën e presidentit të Republikës Ibrahim Rugova u jetësue Republika e Kosovës në gjithë dimenzionin të arsimit, prej qerdhe deri në universitet, që u jetësua Republika e Kosovës në gjithë ditartë, në gjithë omzat, në gjithë dokumentacionin arhivor, sot është Republika e Kosovës si shtet marrëdhënie në protokollin e omzave, në protokollin e gjithë literaturës arhivore. Prandaj, në përjetësi
u preft në paqë për kontributin e dhënë bashkë me ushtrinë çlirimtare të Republikës Kosovës në çlirimin atë dheut ku vërtet ushtria çlirimtare dhe presidenti Rugova në arenën ndërkombëtare e cementuan pavarësinë e Republikës Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar veteran, familjar dhe qytetar. Sot në ditën e presidentit jemi mbledhur pranë varrit të presidentit historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovës, për të shprehur respektin, mirënjohjen dhe nderimin ton për njeriun që udhëhoqi popullin ton në kohën më të vështira me urësi, vizion dhe rrugë paqësore. Ai konsiderohet si nga figurat kryesore të shtetësisë së Kosovës dhe simboli i rezistencës paqësore. Dr. Rugova ishte zëri i Kosovës në botë, njeriu që bajnë të gjallë shpresën për liri, pavarësi dhe demokraci, edhe atëherë kur populli ynë përballej me padrejtësi dhe shtypje. Me mençurinë e tij e ndërtoi miqësinë me shtetet perëndimore dhe bëri çështën e Kosovës të dëgjohej në çdo cep të botës. Sot para këtij varri nuk kujtojmë vetëm një president, por një epokë të tërë sakrificës, durimit dhe besimit në lirinë e Kosovës. Ai na mësoi se dashuria për atë dheun duhet të jetë bashkë me urtësinë, unitetin dhe respektin për njeri tjetrin. Ne kemi obligim moral dhe kombëtar që ta ruajmë trashëgimin e tij, ta mbrojmë shtetin ton dhe të punojmë për një Kosovë më të drejtë, më të zhvilluar dhe më të bashkuar. Lavdi jetës dhe veprës së presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Lavdi të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Qoftë i përjetshëm kujtimi për Ibrahim Rugovën. Zgjohu Dardan, biri Rugovës. A harrohet fjale ambël, kur më dhurove mojnën loke, a harrohet dashuria, ngriten këmbë, nuk m'le për toke. A harrohet përjetësia, ajo m'ball në mua dhe ty. A harrohet Ibrahimi, moje mjera, Dardani. Ibrahim nërë nëna fali, aj u lind dhe nuk ka tjetër, vendin e ti me trallti i zuri, para tona, aj që janë dali. Adurohet kënë në shkëtërim, Rugoviste gjithë shka jeni, zgjonin këmbë sa jemi gjallë, nënën tonë ende ta kemi. Ikën ca vite nuk janë shumë, oqeanin e syve tu, ti me late derë dhe lumë, zgjohu Dardan dhe kthe kujtesën, apo gjitha i ke harru. Ai që harron të kaluarën e vetë, bëhet sklav i ditës sotme. Zgjohu Dardan, nëse ke ndjenja, sot po luhet me vetë. Zgjohu Dardan, biri Rugovës, të falat qënë hynori ytë. Mos harrot kaluarën e ndritshme, pse ashtu e sotmja të mbyt. Zgjohu Dardan, pa shtoke qiell, kujto djeshme në krenari, sa jem gjallë, mund të mbjetojmë, sa nuk në mbuloj dheu i zi. Përkullëm para veprës madhështore të njeriu të rezistencës të pa imagjinueshme në paralelizmin shtetëror të ish Federatës Jugoslave. Për arsye se, kur kombëve të tjera të ish Jugosllavisë nuk lindën një personalitet të tillë, kombi shqiptar e lindi personalitetin më gjenial, që jo vetëm që duhet kundër shtypjes, por e kundër një Jugoslavie të tërë, që majti burg 28 vjetë. 28 vjetë rezistencës e ti ishin epike, dhe aje qëndrim epik ishte që kur nuk i lkundi mendimet e ti. 28 vjetë qëndres ishin në burgjet jugoslave ku vërtet a i kërkonte lirinë e kombit dhe bashkim kombëtar
por në modalitetet e tij të rezistencës janë të paimagjinueshme për të gjithë opozitën e ish vendeve të lindjes, sepse në Çekosllovaki një Lech Valenc, në ish Jugosllavi një Adem Demaç, janë megasistemi i gjithë lëvizjeve të cilat për lirinë e popujve të shtypur. Prandaj ky i takon merita, sepse atëherë kur tjerët nuk guxonin të thonin as një fjalë, as me elementin opozitar, as edhe të popujt tjerë të Jugosllavisë. Ky vërtet u zgjue për lirinë e kombit vet me zot fuqishëm, kur vërtet e ndigjuan edhe intelektual tjerë të ish federatës dhe kishin respektin për te. I takon respekti i përjetshëm përjetësi lavdisë e tij dhe gjithë testamentit të brezat që e la për lirinë e kombit vet, për pavarësinë e kombit vet, kur edhe i prini ushtrisë çlirimtare, e cila vërtet ishte dhe zëdhënësi i tij me trimninë e tij, ishte ballhapun. Vërtet nuk shefte, ishte i paepur, ishte ai që vërtet me elemente epike edhe okupatorit serb i dilte kudo në rrugë, i dilte kudo në okupim dhe asnjëherë nuk e mshefi figurën. Lavdi rezistencës e tij, lavdi përjetësisë e tij, u preft në përjetësi me gjithë begatinë e tij në planetin tokë.